Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka ndryshuar masën e dënimit për ish-deputetin Alqi Bllako, i përfshirë në procesin gjyqësor për aferën e inceneratorit të Tiranës. Trupi gjykues i përbërë nga Igerta Hysi, Engert Pëllumbi dhe Daniela Shirka vendosi deklarimin e pafajshëm të Bllakos për akuzën e korrupsionit pasiv lidhur me shumën prej 7.520.000 lekësh, e cila dyshohej se kishte lidhje me përfitime të parregullta për shtetasin VB, pasi u vlerësua se ky fakt nuk përbën vepër penale. Nga ana tjetër, për pjesën e akuzës që lidhet me përfitimin e parregullt të vlerës prej 119.715 eurosh, gjykata aplikoi procedurën e gjykimit të shkurtuar, duke i ulur dënimin me 1/3 dhe duke dënuar përfundimisht me 2 vjet burgim. Gjykata urdhëroi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe lënien e ish-deputetit në liri me kusht. Sipas nenit 59 të kodit penal, Alqi Bllako do të kalojë në shërbim prove për një periudhë kohe të barabartë me 2 fishin e pjesës së mbetur të pavuajtur të dënimit. Gjatë kësaj kohe, ai është i detyruar të mbajë kontakte të rregullta me zyrën vendore të shërbimit të provës në Tiranë, si dhe ka ndalimin e prerë për të shoqëruar me persona të tjerë të dënuar, ndërsa ekzekutimi i këtij vendimi i është ngarkuar spakut.